Fillimisht do të lexojmë kapitullin e fundit të librit të Danielit, të profetit Daniel. Kapitulli 12, 12 kapituj ka Danieli. Kapitulli 12 pra nga fillimi i profetit Daniel. Në atë kohë do të dalë Mikaeli, princi i madh, mbrojtësi i bijve të popullit tënd, dhe do të jetë një kohë me ankthe, ashtu si nuk ka pasur kur se ekzistojnë kombet e deri në atë kohë. Shumë nga ata që flenë në pluhurin e tokës do të zgjohen, disa në një jetë të përjetshme, të tjerë në turpin dhe në poshtërsi të përjetshme. Ata që kanë dituri do të shkëlqejnë si shkëlqimi i kupës qiellore, dhe ata që do të kenë quar shumë në drejtësi do të shkëlqejnë si yjet për jetë. Por ti Daniel mbaj të fshehura këtë fjalë dhe vullose librin deri në kohën e mbarimit. Shumë njerëz do të shfletojnë dhe dituria do të shtohet. Pastaj unë Danieli shikova dhe ja, dy të tjerë në këmbë, njeri mbi këtë breg të lumit dhe tjetri, lumi tigrit është kjo që thoshte më përpara, dhe tjetri mbi bregun tjetër të lumit. Njën nga ata i tha burrit të veshur me rroba liri, Gabrielit, që qëndronte mbi ujërat e lumit: kur do të kryhen këto mrekulli? Unë dëgjova atëherë burrin e veshur me rroba liri që qëndronte mbi ujërat e lumit, i cili ngriti dorën e djathtë dhe dorën e majtë drejt qiellit. U betua për atë që jeton për jetë, se kjo do të jetë për një kohë, për disa kohra dhe për gjysmën e një kohe. Kur forca e popullit të shenjtë do të thyhet plotësisht, tërë këto gjëra do të kryhen. Unë dëgjova, por nuk kuptova, prandaj pyeta: im Zot, cili do të jetë fundi i këtyre gjërave? Ai u përgjigj: shko Daniel, sepse këto fjalë janë të fshehura dhe të vullosura deri në kohën e mbarimit. Shumë njerëz do të pastrohen, do të zbardhen dhe do të përsosen, por të pabesët do të veprojnë me pabesi dhe asnjë nga të pabesët nuk do të kuptojë, por do të kuptojnë njerëzit e ditur. Nga koha që do të ndalohet flijimi i përditshëm dhe do të ngrihet neveria që shkakton shkretimin, do të kalojnë 1230 ditë, lumaj që pret dhe arrin në 1335 ditë. Por ti shko drejt mbarimit tënd, do të prehesh dhe pastaj do të ngrihesh përsëri për të marrë pjesën tënde të trashëgimisë në mbarim të ditëve. Amen, fjalës të Zotit. Këtu flet për kohën e fundit, flet për mundimin e madh, por ne me rastin e këtij kapitullit duhet të shohim të gjitha këto vitet e fundit që po vinë përpara nesh. Dhe që tani po përjetojmë ditët e fundit. Ka mbaruar mallkimi i popullit të Izraelit që ka sjellur mbi kryet të vet, ashtu sikur se kërkoi dhe tha se gjaku i Krishtit mbi kokën tonë dhe mbi fëmijët tanë. Dhe në kryet e tyre ndodhen në 70-ën pas Krishtit, kur romakët shkatruan gjithçka në Jeruzalem, nuk lanë gur mbi gur në 70-ën pas Krishtit, dhe mbi mallkimi mbi fëmijët tanë që thanë atëherë ishte në fund të luftës së dytë botnore, me holokaustet e hebrejve që vrau, domethënë nazistët, rreth 7-8 milion njerëz. Dhe kështu mbaroi me 14 maj të 1945-s, sipas asaj se me 30 prill pastaj vrau veten Hitleri. Dhe që nga 1945 deri më tani kanë kaluar 85 vjet. Pra, kjo është jeta e njeriut, është brezi i fundit pra. Dhe pra u futem në ditët e fundit të fundit. Tani jetojmë pra në ditët e fundit, siç tham. Çfarë do të thotë ditët e fundit? Thot fjala e Perëndisë dhe duam ta shohim edhe këtë. Thot fjala e Perëndisë në ditët e fundit njerëzit është të mërshme kjo, do të jetojnë si në kohën kur gruaja shkon të lind fëmijën, me dhimbje të tilla pra, gjendje të tilla të cilat i shohim dhe i përjetojmë, luftra, tërmete, zibuket, ikin njerëzit nga vendet e tyre se s'kan mundësi të jetojnë atje ku rrinë.
dhe largohen në vende të tjera më të pasura. Gjendje shumë të tmerrshme, por dy janë shenjat e bukura që na i sjell Danieli, shenjat e ditëve të fundit. E para është se njerëzit do të sillen mbi gjithë faqen e dheut, do të përshkojnë dheun, domethënë, pra siç bëhet sot me fluturimet ajrore që shkojnë njerëzit ande dhe këtej, vazhduan pas 1950-s. Kishte avion ushtarak në Greqi, udhëtimi i parë u bën në 1957-ën, fluturimi i parë për pasagjerët, Dhe karakteristika e dytë bazë është se dituria do të shtohet. Dhe kjo që ndodhet sot pra është e tmerrshme, nuk flas tani për teknikën e mosinit, do të thot inteligjenca artificiale, dhe kush u muar me këtë punë është një diçka e madhe, por përgjithsisht dituria në njerëzimin ka arritur kulmin. Dhe një karakteristikë tjetër bazë është se mëkati do të arrijë kulmin, pra në pikë të kulmit. Me karakteristikë bazë janë divorcet, marrëdhëniet e njerëzve, urrëtia, ligësia, konkurenca, shumë. Të mos flas tani për ato, por unë dua të flas për planin e Perëndis. Dhe plani i Perëndis vjen pa apritur. Dhe çfarë do të thotë pa apritur? Thot pra fjala e Perëndis. Thot diçka që është shumë serioze dhe dua ta shohim, ta hapim dhe ta shohim, është tek letra drejtuar Salonikasve. Kush dën ta hape, se çfarë do të bëhet pa apritur? Pa apritur është rrëmbimi i kishës. Dhe dëgjoni se si e përshkruan. Për këtë po ju themi në kapitullin e 4 të Salonikasit 1, paragrafi 15. Dhe këtë po a themi me fjalën e Zotit, pra me fjalën e Zotit dhe jo për fjalët tona. Ne të gjallët që do të mbetemi deri në ardhjen e Zotit, nuk do të jemi përpara atyre që kanë fjetur, pra nuk do të vdesim ne përpara atyre. Sepse Zoti vet, pra Jezu Krishti, do të zbres nga qielli me një urdhër, me zë kryengjulli dhe me borin e Perëndis, do të zbres nga qielli dhe ata që vdiqen në Krishtin, pra vëllezërit tanë që vdiqen përpara në Krishtin, do të ringjallen të paret. Pastaj ne të gjallët që do të kemi mbetur, do të rrëmbehemi bashkë me ata mbi ret. Pra, kjo është ringjallja e të vdekurve të krishterë dhe njëkohësisht rrëmbimi i kishës. Kjo është ajo që presim tani. Pra presim që të vijë Zoti të na rrëmbej. Dhe mirë për ata që do të mbetet poshtë, sepse kështu futemi në gjendjen tragjike të 7 vjeçarit të Antikrishtit, ku nuk do të ekzistojë hiri i Perëndis. Nuk do të ekzistojë më gjaku i Krishtit që të pastrojë njeriu nga çdo mëkat. Nuk ka për të qenë me ajo që quhet kush thërret emrin e Krishtit do të shpëtohet. Këto do të jenë deri në rrëmbimin. Nga rrëmbimi e tutje, atëherë vjen e keqja e madhe që është për 7 vjet. 3 vjet pjesën e parë të 7 vjeçarit, gjysmën e parë, do të jetë pak më lehtë se sa pjesa e dytë. Në këtë 3 vjet e gjysmë të parë do të ndërtohet tempulli i Solomonit nga Antikrishti, i cili do të vijë dhe do të krijojë gjendje të tmerrshme mbi faqet të dheut. Populli i Izraelit, ku tani pret Mesian, dhe kur ta pyesësh se kush ka për të ndërtuar tempullin e Perëndis, ato thonë se do të ndërtojë Mesia. Pra do të mendojnë sikurse Antikrishti është Mesia, pra për gjysmën e parë të 7 vjeçarit. Aty do të jenë të dy dëshmitarë, profetët që do të predikojnë, do t'i vrasë Antikrishti, 3 ditë do t'i tregojë që t'i shohin njerëzit mbi gjithë faqen e dheut, dhe ditën e 3 do të rrëmbehen në qiell dhe do të mrekullohen njerëzit. Pra do të jenë 7 borit, 7 vulat, ku do të jetë mundimi i madh i njerëzimit, dhe pas 7 vulave do të jenë 7 borit ku janë akoma më të vështira se sa vulat që do të jenë në pjesën e dytë të 7 vjeçarit. Dhe pas këty
7 vjeçarit do të bëhet diçka. Duhet ta lexojmë, të shkojmë tek zbulesa, thot fjala e Perëndis. Shkojmë tek kapitulli 15, paragrafi 7. Është në mes të 7 vjeçarit. U bë luftë në qiell, thot, nuk e di se ku lexoj, dhe u hodh pas kësaj nga lufta që bëri Mikaeli, u hodh në tokë gjarpri i lashtë që quhet djallë dhe Satan, që mashtron gjithë faqen e dheut, u hodh mbi tokë, dhe engjëjt e tij u hodhën bashkë me te. Kështu pra, qielli u pastrua nga fuqit demonike, pra ranë në tokë, dhe kështu atje në qiell do të jenë engjëjt, kryengjëjt dhe sigurisht dhe njerëzit e shenjtë të Perëndis që do të kenë marrë pjesë në rrëmbimin e kishës, në mbretërinë e qiejvet. Dhe nga këtu e tutje vazhdon ai pikëllimi i madh që e përshkruan edhe Danieli. E tmerrshme është ai mundimi i madh, dhe të gjitha vazhdojnë ashtu sikur se do të shohin pa pritur njerëzit, do të shohin ardhjen e birit të njeriut në qiell, duke zbritur, jo se erdhi, por duke ardhur. Dhe do të friksohen, do të dridhen përpara tij, dhe atëherë Zoti jon Jezu Krisht do të dërgojë engjëjt dhe do të mbledh të shenjtët nga njeri skaj i qiellit deri në skajet e dheut. Do të bëhet pra përmbushja e ringjalljes të parë. Ringjallja e parë vazhdon me rrëmbimin e kishës dhe mbaron me mbledhjen e të shenjtërve të dhjatës të vjetër dhe të 7 vjeçarit të Antikrishtit. Dhe aty tani me Jezu Krishti nuk do të jetë vetëm sikur është tani i parlindur nga të vdekurit, por në qiell do të jetë i parlindur në mes të shumë vëllezërve. Dhe pas mbledhjes të shenjtërve nga engjëjt, do të bëhet dasma e qengjit dhe e Krishtit. E Krishtit dhe e kishës, më falni. Dhe këtë mund ta shohim tek zbulesa në kapitullin e 19, dasma e qengjit. Shumë shpejt do të themi tani gjithë planin e Perëndis nga fillimi deri në fund. Pra lexojmë tek kapitulli 19, paragrafi 7 tek zbulesa. Le të gëzohemi dhe le të ngazëllohemi dhe le t'i japim atij lavdi. Të gjithë ato që morën pjesë në rrëmbimin e parë, sepse erdhi dasma e qengjit dhe nusja e tij, pra kisha, është përgatitur. Ka përgatitur veten e saj. Dhe i është dhënë të vishet me li të hollë, që do të thotë i bardhë ky, të pastër dhe të shkëlqyeshëm. Veshjet të tillë nuk do të ketë kusht tjetër. Dhe kujtoni se si në dasmën, kush nuk është i veshur me veshjen e dasmës do të hidhet në liçenin e zjarrit. Dhe kush është kjo veshje me li të hollë, të pastër dhe të shkëlqyeshëm, janë të drejtat e shejtënorëve. Pra janë veprat e drejta të shejtënorëve, Dhe fill pak dasmës të qengjit, thot, shkruaj, lum ata që janë ftuar në gostinë e dasmës së qengjit, dhe më tha, këto janë fjalë të vërteta të Perëndis. Pra do të bëhet dasma dhe pastaj do të bëhet gostia e madhe. Sikur bëjmë ne njerëzit, martohemi dhe pastaj bëjmë një gosti, ku thrasim të afërmit ton, miq ton, dhe festojmë për dasmën, për martesën, domethënë që bëhet. Dhe atëherë është që do të festojmë të gjithë dasmën e qengjit me kishën. Mrekulli.
fill pas kësaj, Jezu Krishti me gjithë të shenjtët mbi kual të bardh me kurora dhe me diademat e arta, me armë që është shpata që del nga goja e Jezu Krishtit, që është fjala e Perëndis, do të zbres në tokë për të bërë gjyqjen. Do më thënë ardhjen e dytë të tij mbi tokë. E tmerrshme do të jetë ajo ditë gjykimi mbi faqet dheut. Jezu Krishti, dhe lexoj përsëri, i veshur, do ta lexoj nga paragrafi 11, dhe pash qiellin e hapur, kapitulli 19, paragrafi 11 tek zbulesa, dhe pash qiellin e hapur, dhe ja një kal i bardhë që kalaron të quhet besniku dhe i vërteti, dhe ai gjykon dhe lufton me drejtësi. Dhe sytë e tij ishin si flak zjarri, dhe mbi kryet e tij ishin shumë kurora, janë kurorat mbretërore, dhe kishte një emër të shkruar që askush nuk e di përveç atij. Dhe ishte i veshur me një robë të ngjyrë me gjak, dhe emri i tij quhet Fjala e Perëndis. Dhe ushtrit që janë në qiell e ndiqnin mbi kual të bardh, të veshur me rroba liri, të hollë, të bardh dhe të pastër. Dhe nga goja e tij dilte një shpatë e mprehtë. Kjo është arma e Krishtit. Krishti nuk ka hark, djalli ka harkun me shigjeta të zjarrta për të prishur besimin e njerëzve. Por kjo është arma e Krishtit. Nga goja e tij dilte një shpatë e mprehtë për të goditur me të kombet. Dhe ai do të qeverisë me skepër prej hekurit, dhe ai vetë do të shkel vozën e verës së mërisë dhe të zemërimit të Perëndis të plotfuqishëm. Dhe atëherë pra, në ardhen e dytë do të kap Antikrishtin me falni dhe profetin e rrem t'i hedhën në liçenin e zjarrit. Pra, çështje e mbaruar kjo. Dhe një engjëll do ta lidh djallin për 1000 vjet. Dhe këtu do të vej Krishti mbi faqet e dheut 1000 vjeçarin e mbretërisë të tij, ku me të vërtet do të jetë mbret i mbretërve të Jezu Krishti, dhe me skeptër hekuri do të mbretërojë mbi të gjitha kombet për 1000 vjet. Në fund të 1000 vjeçarit do të zgjidhet djalli, do të ngri të gjithë njerëzit që ishin në mbretërinë e Krishtit, dhe fundi i tyre do të jetë se Zoti do të hedh zjarr nga qielli dhe t'i djegë të gjithë. Por ajo që duam të shohim është te kapitulli i 20, tek zbulesa këtu ku jemi, për shkrimin që jep Zoti jon Jezu Krisht për pak ditë përpara. Lexojmë nga kapitulli 20, pra paragrafi 4 i zbulesës. Dhe pash frone, dhe ata ulën mbi to, dhe atyre ju dha pushteti. Kapitulli 20, paragrafi 4, zbulesa. Dhe pash frone, dhe ata ulën mbi to, dhe atyre ju dha pushtetit që të gjykojnë, dhe thot do t'i dërgoj engjëjt që t'i mbledhin ato që janë të goditur. Do më thënë ato që e kundërshtuan në 7 vjeçarin. Dhe do të shohim se cilët janë këto. Janë këto shpirtat e atyre që ishin prerë kokat për dëshminë e Jezusit, për fjalën e Perëndis, të cilët nuk e kishin adhuruar bishën dhe as figurën e saj, dhe nuk kishin marrë damk mbi ballin e tyre dhe në duart e tyre. Këta u kthyen në jetë e mbretëruan me Krishtin për 1000 vjet. Kjo është ringjallja e parë. Pra, ringjallja e parë përsëris se është rrëmbimi i kishës, ringjallja e parë për kishën dhe mbledhja e të shenjtërve nga engjëjt për ato që ishin të dhjatës të vjetër dhe të 7 vjeçarit, pas në fund të 7 vjeçarit të Antikrishtit, të cilët nuk adhuruan Antikrishtin, nuk adhuruan figurën e tij, dhe Antikrishti ju dha një dhuratë, një damk në dorë të djathtë apo në ball,
666, ku tani e kanë të gjitha materialet, në mënyrë që të mund të jetojnë në 7 vjeçarin e Antikrishtit. Por nga këtu vazhdon gjykimi i madh. Dhe për gjyqin e madh duam ta shohim, vëllezër dhe motra të dashur, tek Ungjilli i Mateut, kapitulli i 24. Lexoj 24, paragrafi 15. Por është shumë e rëndësishme kur të shihni pra neverinë e shkretimit që është parathën nga profeti Daniel. Cila është kjo neveria e shkretimit? Tham, në 7 muajt, pasi të jetë pastruar e gjithë faqja e dheut nga radioenergia, nga rrezet radioaktive, kur do të zbresin të godasin Jeruzalemin dhe Izraelin, do të bëhet një tërmet i madh dhe atëherë do të shembet edhe temeni i Amanit, i Alaksas, në mënyrë që në atë vend të mund të ndërtohet tempulli i Solomonit. Dhe për 7 muaj izraelitët do të pastrojnë vendin nga armët bërthamore dhe pas 7 muajve Antikrishti këto do të ndërtoj tempullin. Derisa të vi momenti ku Mikaeli hedh djallin mbi tokë, kështu çlirohet qielli dhe atëherë Antikrishti merr pushtet të madh nga djalli që është në tokë, sepse e din se pak kohë i mbetet dhe shkon dhe ulet në tempullin e Perëndis si Perëndi, duke vërtetuar për veten e vet se është Perëndi, e cila shkruhet dhe quhet neveria e shkretimit, që ishte thënë nga profeti Daniel, sikurse e kemi parë në mësimet e kaluara. Dhe atëherë populli i Izraelit do të kuptojë se ai nuk është Mesia, por është Antikrishti. Dhe vazhdojmë. Kur të shohin pra populli i Izraelit, këtu tek Mateu, kapitulli 24, paragrafi 15, kur të shohin pra djallin që të jetë ulur në tempullin e Perëndis dhe ta paraqes veten e tij si Perëndi, atëherë urdhri i Zotit është ky për popullin e Izraelit. Ata që janë në Jude, le të ikin ndërmale, sepse do të vriten. Don të shkatërroj plotësisht, të zhduk edhe popullin e Izraelit, ku tani më e kuptoj se është Antikrishti dhe jo Mesia, që ulet në tempull si Perëndi, don t'i vras të gjithë dhe kështu të ikin, dhe urdhri i Zotit është të fshihen. Atëherë kush të jetë në Jude të shkojë pra ndërmale, kush të ndodhet mbi taracën e shtëpisë, pra të mos zbres për të marrë diçka në shtëpinë e vet, dhe kush është ndër ara të mos kthehet për të marrë mantelin e tij. Përse? Sepse këtu është që vazhdon e keqja e madhe, pikëllimi i madh. Pikëllim të tillë nuk do të ndodh, as kishte ndodhur dhe s'ka për të ndodhur mbi faqet të dheut. Pra, tek ato të cilët nuk u përulen që të adhurojnë Antikrishtin si Perëndi dhe figurën e Antikrishtit si figurë të Perëndisë të tyre. Dhe por mirë gratë shtatzëna dhe ato që do t'u japin gjinj fëmijëve në ato ditë. Dhe veçanërisht për popullin e Izraelit, thot, lutuni që ikja juaj të mos ndodhë në dimër as të shtunën, që të mund të ikni, të shpëtoni. Sepse atëherë do të ketë një mundim aq të madh sa nuk ka ndodhur kurrë që nga krijimi i botës e deri më sot. Dhe as nuk do të ketë më kurrë. Dhe po të mos shkurtoheshin ato ditë, asnjë mish nuk do të shpëtonte. Por për shkak të zgjedhurve ato ditë do të shkurtohen. Atëherë nëse dikush do t'ju thotë, ja Krishti është këtu, pra profeti Rem, ose është atje, mos i besoni, sepse do të dalin krishtër të Rem dhe profet të Rem, do me thënë njerëz të cilët do të besojnë tek Antikrishti dhe do të bëjnë shenja të mëdha dhe mrekulli të mëdha aq sa ti mashtrojnë
po të ishte mundur edhe të zgjedhurit që të adhurojnë pra antikrishtin. Ky është mashtrimi. Ja unë ju paralajmërova. Pra në qoftë se ju thonë ja është në shkretirë mos shkoni atje, ja është në dhomat e fshehta mos u besoni, sepse si dhe këtu përshkruan pra ardhen e dytë të tij, sepse si vetëtima që del nga lindja dhe flakuron deri në perëndim, kështu do të jetë ardhja e birit të njeriut, ardhja dytë pra e Jezu Krishtit, sepse do ta shohë çdo sy duke ardhur, sepse ku të jetë kerma, që është antikrishti, aty do të mblidhen shqiponjat, pra me ardhen e dytë të Jezu Krishtit. Dhe këtu më poshtë përshkruan momentin e ardhjes ose orët e ardhjes së dytë të Krishtit, paragrafi 29. Tani pas pikëllimit të atyre ditëve, dielli do të erret. Hëna nuk do të jap dritën e vet. Yjet do të bien nga qielli dhe fuqitë e qiejvet do të tërnditen. Pra do të jetë moment i tmerrshëm i ardhjes së dytë të Jezu Krishtit. Dhe atëherë, sikur se tham dhe përpara, do të duket në qiell shenja e birit të njeriut dhe të gjitha kombët do të mbajnë zi dhe do ta shohin birin e njeriut duke ardhur mbi rreth e qiellit me fuqi dhe lavdi të madhe. Ai do të dërgojë engjëjt e vet me tinguj të fuqishëm boriet dhe ata do t'i mbledhin të zgjedhurit e tij, pra këtu është mbledhja e të shetërve nga engjëjt. Nga do t'i mbledh të zgjedhurit e tij nga të katër errat, nga një skaj i qiellit te tjetri. Kështu pra, ardhja e dytë në ferr profeti Rrem dhe Antikrishti, i burgosur për 1000 vjet djalli dhe 1000 vjeçari mbretërisë mbi tokë dhe pas 1000 vjeçarit mbi tokë, shkatërrimi i të gjithëve atyre që nuk e pranuan Krishtin. Dhe ringjallja e dytë për gjykim. Pra është ringjallja e parë e përsëris rrëmbimi i kishës për kishën dhe për të mbledhur të shetërve nga engjëjt që mbledhin të dhjatës të vjetër dhe të 7 vjeçarit dhe pastaj në ringjalljen e dytë do të ringjallen të gjallë e të vdekur. Dhe kush nuk është i gjetur i shkruar në librin e jetës do të shkojë në ferr. Ku është gjyqi përfundimtar, sikurse përshkruan Perëndia. Do të ulet Zoti jon Jezu Krisht si bariu, do t'i vërë në të djathtë delet dhe në të majt dhit. Dhe do të kthej shikimin nga e djatha nga delet dhe do t'ju thot e janë të bekuarit e Atit tim. Trashëgoni mbretërinë e Perëndisë të përgatitur për ju përpara krijimit të botës, sepse pata uri dhe më dha të ha, pata etje dhe më dha të pi. I huaj isha dhe më mikpritët. I sëmur dhe erdhët tek unë, në burg isha dhe më vizituat, dhe atëherë do të thojnë delet, ato që janë në të djathtën, ato që janë gjallë, do t'i thojnë kur o Zot të pam, të uritur, të etur në burg të sëmur dhe të shërbyem, dhe do të thot atë sekretin e madh. Derisa ja bat këtë një nga vëllezërve të mi më të vegjël, ma bet mua. Atëherë pra, njeriu i Perëndisë duhet të jetë së pari shërbëtor i Krishtit në veprën e Perëndisë. Për këtë arsye gjithmonë u them të rive që vinë, shërbëtor, shërbyes në veprën e Zotit. Shërbëtor të çliruar nga mëkati, duke i shërbyer Perëndisë, atëherë fryti juaj do të jetë në shëtrim dhe fundi juaj jetë e përjetshme. Dhe kur dikush i shërben Krishtit, ati Perëndia i zbulon të gjitha misteret e qiejvet dhe e bën menaxhues të gjitha mistereve të qiellit, të mbretërisë së qiejvet. E mrekullueshme vëllezër dhe motra, zbulesa të mëdhaja këto. Përse? Sepse i shërben Krishtit. Çfarë do të thotë se i shërben Krishtit? Nuk bën atë që i pëlqen, as atë që mendon dhe as atë që don, por bën atë që i pëlqen Krishtit. Nuk vendos, Zot çfarë të bëj, mua më pëlqen kjo, ty çfarë të pëlqen?
Dhe Krishti të tregon atë të besh. Zot, unë dua këtë, ti çfarë don? Dhe vjen Krishti dhe i thot, këtë dua. Çfarë të bëj? Urdhër, këtë do të bësh. Shërptor i Perëndis. Shërptor i Jezu Krishtit. Menaxhues i mistereve të Perëndis. Por edhe kush i shërben më të voglit të vëllezërve të tij, në të vërtetën i shërben Krishtit. Dhe atë Perëndia e bën menaxhues të hirit të shumëllojshëm të Perëndis. E din çfarë do të thotë të i dhurohet hiri i shumëllojshëm i Perëndis? Ekziston mëshira e Perëndis, dashuria e Perëndis që na mbulon dhe nuk jemi të denjtë, por ekziston edhe hiri i Krishtit që mbulon, është dashuria që mbulon një numër të madh mëkatesh dhe hiri i Krishtit që me të vërtet me udhëzim të frymës të shenjtë na zbulon të ardhmen, por edhe na drejton në çdo të vërtet. Gjë e madhe vëllezër dhe motra të jesh shërbëtor i Krishtit dhe shërbëtor i vëllait tënd ose i motrës tënde më të vogël, që ti shërbesh atij. Jo që të të shërbejnë, po që të shërbesh. Dhe kur Krishti ishte për të kryqëzuar, vuri përparsen përpara dhe vazhdoi të lajë këmbët e dishepujve. Edhe të Judës, e pabesueshme. Dhe kur ju afrua Pjetrit, i thot Pjetri, mos ndodh kjo në mua, o Zot, të më lash ti këmbët. Dhe Zoti i tha, nëse nuk qëndron që të shërbej, atëherë nuk ke vend ose pjesë pranë meje. Nuk mund të jesh pranë me mua. Duhet të shërbesh, sepse shembull thot po ju jap, sikurse ju më thuani Zot dhe mësues dhe mirë thoni se jam, kështu edhe ju duhet të shërbeni këmbët e të tjerëve. Jo në mënyrë tipike, këmbët tona janë të pastra, por frymërisht, shërbes pra, të nënshtrohemi tjetrit. Atëherë, me të vërtet, menaxhues të hirit të shumëllojshëm të Perëndis. Le që nuk je i denjtë, Perëndia do të bëjë hir në ty në të gjitha. E din çfarë do të thotë të shijosh hirin e shumëllojshëm të Perëndis, si person, si familje, të shijosh hirin e Krishtit, dashurinë e Perëndis atë dhe bashkësinë e frymës të shenjtë. Gjë e madhe kjo vëllezër dhe motra, në këtë botë ku gjithnjë dhe më keq do të bëhet. Dhimbjet e gruas shtatzën gjithnjë dhe më të vështira. Këto që vinë përpara nesh janë gjithnjë dhe më të këqija. Dhe i shohim dhe do të vazhdojmë t'i shohim. Dhe i vetmja shpresë jona është rrëmbimi i kishës. Por përveç kësaj ekzistojnë tani ose për pak apo kanë vazhduar që tani dy bota. Njëra botë është bota e mëkatit, ku do të rroj ose do të jetoj në dhimbjet e gruas shtatzën. E di çfarë do të thotë në këto dhimbje? Kush grua nga ju ka lindur apo ka parë gruan e tij të lind, e dini se çfarë do të thotë dhimbjet e gruas derisa të lind fëmia. S'ka dhimbje më të keqe. Këto dhimbje të gruas shtatzën do të përjetoj bota, kurse në kishën e Krishtit fjala Perëndis thot se mali i shtëpisë të Zotit, kush është shtëpia e Zotit? Është kisha e Perëndis të gjallë. Mali i shtëpisë të Zotit do të ngrihet me të gjitha malet e tjera. Dhe atje Krishti do ta largoj djallin. S'do të ketë djallë në malin e shtëpisë të Zotit. Nuk do të jetë mashtrues si që mashtron gjithë faqen e dheut, ai që mashtron qoftë mundur dhe të zgjedhurit. Atje do të bëjë një banket të madh, frymëror, banket frymëror bekimi. Dhe kur të vijë koha e përshtatshme, do të realizohet ajo që thotë se u përpi vdekja në fitore. Do me thënë rrëmbimi i kishës, ashtu sikur se na shpjegon apostulli Paul. Tani pra, vëllezër dhe motra, në kishën e Krishtit,
që të gjendemi në malin e shtëpisë të Zotit, unë dua të them dhe një herë tjetër akoma atë që më kishte treguar Zoti dhe ishte e mrekullueshme. Ikja nga kisha ishte pasdite. Dhe sikur se ecja, në të djathtë ishte një shoqëri në shfryrje të mëkatit. Çfarë do që mund të me fantazosh? Gjenjat që nuk mund të fliten, domethënë, bëheshin. Dhe unë sapo e shoh, kthehem majtas. Dhe kur u ktheva majtas, një grup tjetër që beshin të njëjtën gjë sikur ai grupi i përpara. Pra gjërat më të poshtra. Kthehem djathtas, tjetër grup majtas, tjetër grup dhe ngushtohej udha. Luftoni të hynin nëpërmjet rrugës të ngushtë, nëpërmjet derës të ngushtë dhe udhës të vështirë. Dhe aty u tremba. Dhe ngrita duart lart dhe kryet lart dhe pash nga lart një mal që ndriçonte nga lart. Dhe pa e ditur therras, o Zot, gjakun tënd më laj, nga frika nga ajo që shifja rreth e çarkmejet. Kërkova gjakun e Krishtit dhe për një moment më nxori Zoti mbi atë mal. Dhe ky ishte mali i shtëpisë të Zotit. Ma çfarë bekimi kishte në atë vend? Çfarë gëzimi, çfarë lavdërimi kishte atje? Sa pranie Perëndis ishte aty? Ma çfarë jetet ishte ajo? Më nxori nga mëkati i madh që po shifja në momentin që kërkova gjakun e Krishtit dhe më çoi në malin e shtëpisë të Zotit. Dhe nuk isha vetëm, ishin edhe të tjerë, jo shumë, pak. Dhe sikur isha atje lart, shoh poshtë dhe pash në një shoqëri që ishin në mes që po bënin mëkatin, një shok tim të vjetër dhe pata dhe mshuri për te. Dhe mendova dhe thash, çfarë të bëj për te? Dhe në zemrën time më tha Zoti, lutu për te. Dhe ngrej duart lart dhe them, o Zoti im, Petron, shpëtoje. Dhe në atë moment, të dashur vëllezër dhe motra, iku një zjarr nga qielli, një flag zjarri, godet Petrën në zemër, mori zjarri tërë dhe për një sekond u gjendë dhe ai pranë me jetë atje në mal. E kuptoni pra vëllezër dhe motra se çfarë pushteti do të ketë lutja jonë në ato ditë të fundit. E di se si thot fjala e Perëndis. Deri tani nuk keni kërkuar asgjë. Kërkoni dhe do të merrni që të jetë i plot gëzimi juaj. Të gjitha sa të kërkoni në emër të Jezu Krishtit tek Ati Perëndi do t'ua jap. E kuptoni se çfarë na thot pra Perëndia, vëllezër dhe motra? Kush kërkon merr, kush lyp gjen, kush troket i qelet. Domethënë, jemi një popull i veçantë, të rilindur. Çfarë do të thotë i rilindur? Do të thotë kush ka lindur nga fryma është frym. Kush ka lindur nga mishi është mish. Pra njerëz frymëror, jo mishor, të krijuar sipas shëmbëltyrës dhe ngjashmërisë të Perëndis. Të rilindur. Të pagzuar në ujë, pra me rrethprerjen të bërë jo me dorë, që na bëri Krishti, i cili na pastron dhe na shpëton me te. Sepse njeriu shpëtohet sipas hirit me anë të besimit, por besimi pa vepra është i vdekur. Dhe vepra e parë e besimit është pagzimi në ujë. Besimi pa vepra është i vdekur. Pagzohem në ujë në emër të Atit, të Birit e të Frymës të Shenjtë, jo foshnjat. Kjo është gjë pa mend, është shkelje e fjalës të Zotit. Por kush beson dhe pagzohet, shpëtohet. Dëshmoj në një pagzim për faljen e mëkateve vet. Dhe aty më zhvesh Krishti kur të pagzohem në ujë, më zhvesh nga trupi i mëkateve të mishit dhe duke dalur nga uji, më vesh Ati Perëndi me Krisht. Dhe bëhem kështu një krijesë e re, bëhem njeri i ri, të gjitha të reja, me pushtet të madh. Unë ja pushtet u jap, të shkelni mbi krepa dhe qarpërin dhe mbi gjithë forcën e armikut dhe të mos mund t'ju bëj keq asgjë. Pra ka pushtet të madh biri i Perëndis. Kush ka pranuar Jezu Krishtin, atij i dha Perëndia pushtet
që të quhen bitë Perëndis. Do më thënë bitë Perëndis, trashëgimtar të Perëndis, bashkëtrashëgimtar të Jezu Krishtit nëpërmjet besimit që tani, që do të bashkëmbretërojmë në jetë të jetëve. Pushtet i madh, vëllezër dhe motra. Dhe aq sa afrohet koha, kaq më tepër pushteti bëhet më i madh. Kaq më shumë dhimbjet e gruas për lindje më të forta. Zoti të na ruaj. Perëndia të na ruaj dhe të na ndihmoj. Që të qëndrojmë dhe të kthehemi për pak tek Danieli, pasi flet për ringjalljen, disa për në jetë të përjetshme dhe të tjerë për në turpin e përjetshëm, të mençurit, besimtarët pra, do të ndriçojnë si kupa qiellore, dhe ata që do të kenë quar shumë në drejtësi, do më thënë ato që do të dëshmojnë Jezu Krishtin dhe këtë të kryqëzuar, dhe Zoti do të shpëtojë shpirtra, ato do të shkelqejnë si yje të përjetë. Nuk do të harrojmë se ylli nga ylli në qiell ndryshon nga lavdia që ka. Sa më pranë diellit të jetë ylli, kaq më i shndritshëm është. Pra sa më pranë Krishtit të jetë i krishteri, kaq më i lavdishëm është. Dhe atëherë përshkruan shumë shpejt pikëllimin e madh, dhe unë Danieli i pash, shikova dhe ja dy të tjerë në këmbë, tek lumi, bregu i lumit të tigrit, dhe njeri i tha atij që ishte veshur me rroba liri, që ishte Gabrieli, kur do të kryhen këto mrekulli, e pyeti, pra sa do të mbaj ky pikëllim i madh, dhe atëherë unë dëgjova deri në 3 vjet. 3 vjet është për disa kohra, për gjysmën e një kohe, dhe atëherë do të bëhet kur forcat e popullit të shenjtë do të thyen plotësisht, dhe këto gjëra do të kryhen. Por tani këtu të shohim diçka që është shumë serioze, mendoj, thot. Pasi thot se të mençurit do të bëhen më të mençuri, shenjtët më të shenjtë, tek 11 thot, nga koha që do të ndalet flijimi i përditshëm dhe do të ngrihet neveria që shkakton shkretimin, do të kalojnë 1290 ditë. 3 vjet e gjysët janë 1260 ditë. Pra neveria e shkretimit sipas zbulesës të Danielit, do më thënë do të jetë 30 ditë përpara mbarimit të 3 vjeçarit të gjysë. Do të shfaqet. Dhe gjithashtu thot lumba i që pret dhe arrin të 1335 ditë, dhe nga 2990 deri sa të hymë në 1000 vjeçarin e mbretërisë, do të jenë 1335 ditë. Pra janë hollësira dhe detaja të përcaktuara që tregon fjala e Perëndis për ditët e fundit. Dhe i thot Danielit në fund, në paragrafin e fundit 13 pra. Por ti shko drejt mbarimit tënd, Daniel, do të prehesh dhe pastaj do të ngrihesh përsëri. Pra nuk është kjo për ditët tua, për ty, Daniel, sepse ti do të vdesësh, do të rreth 600 vjet përpara Krishtit ishte Danieli. Por e përsëris se dy janë karakteristikat e bukura që përshkruan fjala e Perëndis. Në ditët e fundit, pra, njerëzit do të shkojnë në të gjithë faqen e dheut, do të lëvizin mbi gjithë faqen e dheut. Dhe dituria do të shtohet. Dhe ajo që bëhet tani me këtë shpërthimin e diturisë, dhe kush është marrë me këtë dhe ka parë paka shumë me si është kjo teknologjia, inteligjenca artificiale, e të mërshme është, se çfarë diturijet është kjo. Por këto nuk na interesojnë, vëllezër dhe motra, ne na intereson mali i shtëpisë të Zotit, që do të lartohet mbi të gjitha malet e tjera, që të jemi atje lart. Jo këtu poshtë, atje lart. Dhe
kush është mali I shtëpisë të Zotit, është kisha e Jezu Krishtit. Kisha Perëndisë të gjallë, shtëpia e Perëndisë të gjallë, që do të lartohet mbi të gjitha malet e tjera. Të na dençoj Perëndia, vëllezër dhe motra, që të shmangemi të gjitha këtyre gjërave që kanë për të ndodhur, dhe do të shmangemi si kish dhe tjetër dhjata e vjetër, si kish pra, me duke marrë pjesë në rrëmbimin e kishës. Dhe këtu duhet të theksoj, edhe nëse marrë 2-3 minuta më tepër, se ishin 10 virgjëresha, të cilat me llampat e ndesura, që është rilindja, dolen për të pritur dhëndrin që do të vinte për dasmën. 5 nga të 10 ishin të mençura, 5 ishin budallaqka. Të mençurat kishin marrë me vete vaj në rezervë, në mënyrë që nëse u mbaron vaj që kishin në llampat e tyre, të mund të shtojnë që të marrë zjarr përsëri llampa e tyre. Por budallaqkat nuk kishin parashikuar se, duke thënë se askush nuk e din kohën se kur do të ndodhe. Dhe kështu I mori gjumi që të 10. Dhe pa pritur u dëgjua urdhëri I Perëndis, zëri I kryengjellit, dhe u zgjuan që të 10. Por të mençurat, sikur e pan llampat e tyre që po fikeshin, I hodhen vaj dhe u shtua flakan e to, kurse të budallaqkat thanë na jep një vaj edhe neve, dhe ato ju thanë nuk mund t'u japin, se nuk na del as për ne as për ju pastaj. Për ju më mirë shkoni dhe blini tek tregtaret. Dhe kush janë tregtaret? Është kisha që predikon se Jezu Krishti pagzon me frymë të shenjtë, edhe tani sikurse është e shkruar dhe lexoj dhe mbarojmë këtu. Pendohuni e para që të rilindeni dhe të pagzohet gjithë secili për jush në emër të Jezu Krishtit në faljen e mëkateve. Dhe atëherë do të merrni forcë dhuratën e frymës të shenjtë, sepse është për ju ky premtim dhe për bijtë tuaj dhe për të gjithë ato që janë larg, të gjithë sa do të tharras Zoti Perëndia jon deri në fund, pra deri në rrëmbimin e kishës. Perëndia të na ruaj, vëllezër dhe motra të dashur, që të qëndrojmë deri në fund në besim, priftor dhe mbretër të shumë të lartit. Priftor çfarë do të thotë? Pushtet I madh, dhe e përsëris. Pushtet u jap ju, thot, që të shkelni mbi gjarprin dhe akrepa dhe mbi gjithë forcën e të ligut, dhe askush të mos mund t'ju bëjë keq. Dhe kjo është mbretër. Dhe priftër është ajo që thot, gjithçka që të kërkoni në emër të Atit tim qiellor, Ati im qiellor do t'ua jap. Pra do të jetë lutja priftërore dhe ndërmjetëse. Vëllezër dhe motra, është një mrekulli ajo që përjetojmë, por më tepër është ajo mrekullia që do të përjetojmë, sepse po vjen shiu I madh. E din çfarë do të thotë shiu I madh? Kërkoni shiun në kohën e shiut të fundit, dhe Zoti do të sjell shiun tek ato për ato që do të kërkoni, në mënyrë që të japë fryt toka e tij. Ku? Në malin e shtëpisë të Zotit. Pra, o Zot Perëndi, na drejtëso në këtë ditë të fundit që të jemi aty dhe ashtu sikur se na don Ti, gati për rrëmbimin e kishës. Amen.